Borbardha. Na ishte njëherë një mbret e një mbretëresh që jetoni në një kështjellë të mrekullueshme të një vendi mjaft të largët. Një ditë dimri, teksa po qëndiste pranë dritares dhe po ndëronte për fëmijën që do të lindte së shpejti, mbretëresha tha me vete: "Do të doja shumë të ishte një vajzë me buzë të kuqe si trëndafili, me cip të bardhë si Debora dhe flokë të zinj si Nata." Nuk kaloi shumë kohë dhe dëshira ju plotësua. Mbretëresha solli në jetë një vogëlushe të ëmbël që e bëri jetën e çiftit mbretëror edhe më të lumtur. E quajtën Borbardh nga që e kishte cipën e lëkurës të bardhë si Debora, që kishte rënë mbi kështjellë ditën që vajza kishte lindur. Por pas pak kohe mbretëresha u largua nga kjo botë dhe për vogëlushen u përkujdesi ati. Pasi Borbardha u rit, mbreti vendosi të martohej sërish. Për fat të keq, mbretëresha e re ishte zemërlig dhe nuk e donte Borbardhën, madje e shtrëngonte t'u vinte në ndihmë shërbyeseve në punët e shumta të kështjellës. Pavarësisht nga jeta e vështirë që ishte e detyruar të bënte, Borbardha rritej dhe zbukurohej gjithnjë e më shumë, gjë që e bënte një ërkën fort ziliqare. E vërteta është që mbretëresha na ishte një shtrik shumë e fuqishme. Në dhomë kishte një pasqyrë magjike që e pyeste dita ditës: "O pasqyrë e murit, valla e di cila është e bukura në të gjithë mbretërinë?" Dhe pasqyra përgjigjej e i thoshte: "E tër bota thot se mbi këtë dhe më e bukura tije." Po një ditë të zezë pasqyra i nderoi fjalët dhe tha: "Ti, o zonja ime e bukur je mbi krah, veç si Borbardha më të bukur nuk ka." Mbretëresha u sterros në fytyrë nga mëlefi dhe sa kaq thuri një plan për ta hequr qafe vogëlushen e gjor. I bëri zë një nga gjahtarët, njeriu të saj të besuar, dhe e urdhëroi ta merrte Borbardhën e ta shpinte në pyll dhe atje ta vriste. "Mbasi ta vrasësh," i tha njerka shpirtkazm, "do të ma sjellësh zemrën e saj." Gjahtari e mori vajzën dhe e futi në pyllin e dendur, po vogëlushja veç e bukur na ishte dhe zemërbardh, kështu që të gjithë në obor e donin me gjithë shpirt. Gjahtari nuk mundi t'i bënte keq Borbardhës, ndaj kur mbërritën në mes të pyllit i tha: "Ik Borbardh, ik sa më large, mos u kthe më kurrë në kështjellë. Mbretëresha të do të vdekur nga se është ziliqare dhe nuk e duron dot bukurinë tënde." Rrugës së kthimit ai vrau një dre, i mori zemrën dhe ja shpuri mbretëreshës zemërlig. Borbardha ja krisi vrapit dhe e mbajti frymën sa më larg të që e mundur nga kështjella dhe mbretëresha shpirtkazm, derisa i zor syt në një lirisht një shtëpi të vogël. Trokiti në portën e vogël dhe mbasi nuk ju përgjigj askush, hyri në shtëpi. Në një kuzhinë të vogël, na ishte një tryeze vogël dhe për qark kësaj 7 karrige, po të vogla. Borbardhën e kishte marrë uria, kështu që hëngri nga pak prej 7 pjatave dhe piu nga një glëng prej 7 gotave. Në katin e sipërm të shtëpisë gjendeshin 7 shtretër, të vegjël. E kapitur, Borbardha u shtri mbi shtretërit dhe sa kaq e kaploi gjumi. A e dini se kush banonte në atë shtëpisë? 7 xhuxhma zemërmirë, mjekër gjate të lezetshëm, me ato kësulat e kuqe majkokës që kur u kthye në shtëpi, mbeton gojë hapur kur e pan vashën dhe thirrën një zëri: "O sa e bukur qenka!" Mëngjesin e së nesërmes ata dëgjuan të kërshëritur historinë e Borbardhës dhe e ftuan me gjithë zemër të banonte tokë me ta në shtëpizën e tyre. "Po pati dëshirë, mund të rish këtu tek ne të përkujdesesh për shtëpinë. Ne do të bëjmë çmos që mos të mungoj asgjë dhe do të duam si motër." Siç mund ta dini tashmë, xhuxhët ishin nga pak rëmunj mëdhenj, të çrregullt dhe hokatar, kështu që Borbardhës i duhej jo vetëm të merrej me punët e shtëpisë, por edhe të vendoste disa rregulla.
Kështu, ditët rrithnin qetësisht, njëra pas tjetrës në atë shtëpisë të vogël që ndodhej në mes të lirisht të së pyllit. Çdo mëngjes, xhuxhmaxhuxhët dilnin nga shtëpia dhe shkonin të mihnin në minjerën e tyre prej nga nxirnin ar dhe gur të çmuar. Po, para se të largoheshin e këshillonin kur do herë Borbardhën të mos ua hapte portën të panjohurve dhe Vasha ua vinte veshin e i ndiqte këshillat e miqve të saj të vegjël. Ndërkaq, jeta në kështjell vazhdonte sikur të mos kishte ngjarë gjë dhe mbretëresha e lig kishte kohë që nuk e pyeste më pasqyrën magjike. Ajo tani më ishte më e bukur mbi faqe të dheut. Por një ditë prej ditësh, pasqyra me çiltërsi i tha: "Ti vërtet je e bukur, por Borbardha që jeton në pyll me 7 xhuxhmaxhuxhët është më e bukur mbi dhe." Atëherë mbretëresha u vesh si shitëse çikërimash dhe u nis në pyll. "Kush dëshiron të blej shirita e kordele me ngjyra?" thirrri ajo. Borbardha e dëgjoi dhe doli në dritare. E manitur nga ajo që po i shihnin syt, ajo bleu plot shirita e kordele, por me t'i lidhur ra për tokë pa frym. Kur u kthyen xhuxhmaxhuxhët e pan Vashën pa ndjenja dhe rendën t'i shkonin në ndim. Mbasi ja hoqën kordelet e helmatisura, vajza u përmend dhe nisi të merrte frym lirisht. Xhuxhmaxhuxhët i ran sa kaq në të që këtë reng duhet t'ja kishte punuar mbretëresha zemërlig, ndaj than vajzës të mos i shfaqej as kujt gjatë kohës që ata s'do të ndodheshin në shtëpi. Si kaluan disa ditë, mbretëresha ju drejtua rishta si pasqyrës magjike dhe e pyeti se kush që më e bukura e mbretërisë. Pasqyra ju përgjigje i tha se më e bukura e mbretërisë ishte Borbardha që jetonte tek shtëpia e xhuxhmaxhuxhëve në pyll. Atëherë mbretëresha leu me helm një krëhër dhe duke e hequr përsëri si shitëse çikërimash, mori rrugën e shkoi tek Borbardha në pyll. Mbretëresha shtrik ngulmoi aq shumë sa ja prishi mendjen Vashës dhe e bindi që ta blente krëhrin e helmatisur. Por me t'u krehur me të, ajo u shakulleps për tokë pa frym. Kur u kthyen në shtëpi, 7 xhuxhmaxhuxhët e pan Borbardhën pa ndjenja dhe e kuptuan çfarë kishte ndodhur. Tek flokët e saj gjendej krëhri i helmatisur, ja hoqën dhe vajza u përmend. Pas disa ditësh mbretëresha u shfaq para pasqyrës dhe e pyeti se kush që më e bukur e mbretërisë. Pasqyra ju përgjigje i tha se më e bukura ishte Borbardha. Mbretëresha u xhindos nga mlethi, e bëri gati një shport me mollë të helmuara dhe e veshur si një plakë ngratë, mbërriti në shtëpizën e 7 xhuxhmaxhuxhëve. "Moll, shes mollë të ëmbla", i tha shtriga Borbardhës. "Merre, provoje një, ke për të parë sa e shishme është." Borbardha nuk e njohu njerëkën e lig ndaj dhe pranoi mollën duke e falenderuar, por me ta kafshuar ra për tokë, pa frym. "Këtë herë askush nuk mund të kthej më në jetë", tha mbretëresha dhe e kënaqur sa thuhet me gojë ja mbati me vrap, e sigurt që këtë herë ishte çliruar një herë për gjithmonë nga Vasha e bukur që ja thoshin emrin Borbardh. Kur u kthyen në mbrëmje në shtëpi, xhuxhmaxhuxhët mbetën të shtangur. U mundua një copë herë ta zgjonin Borbardhën, por nuk ja dolën dot mban. E donin aq shumë sa nuk mund të pajtoheshin me mendimin se s'kishin për ta parë kurrë më. Atëherë e vendosën Borbardhën në pyll rreth një peme mbi një shtroj me petale trëndafilash. Çdo mëngjes kur shkonin në punë dhe çdo mbrëmje kur ktheheshin nga puna, ata mund ta shihnin. Një ditë të bukur kaloi atyre anëve një princ i hishëm, maj një kali i cili kur e pa Borbardhën u manit prej bukurisë së saj. "Cila është kjo vajzë e fjetur?" pyeti ai 7 xhuxhmaxhuxhët. "Është princesh Borbardha", u përgjigj me ngashërim njëri prej tyre. Princi ra në gjujmë pran vajzës dhe e puthi në ball. Si me magji, princesha e bukur u përmend, sa hapi syt, Borbardha u dashurua me princin e hishëm. Dhe kështu ndodhi që Borbardha bukuroshe u martua me princin dhe jetuan e u trashëguan të lumtur në shoqërinë e 7 miqve të vegjël. Çu bë me mbretëreshën e lig, kur kush nuk dëgjoi më për të dhe as e pa me sy. Më në fund e kishte marrë vesh jo vetëm që ishte shpirt të zez, por mbi të gjitha që ishte shumë, por shumë e shëmtuar.